Ajo që po shoh në publik bevasia ndaj këtij lideri, sepse mua as pak nuk më bevason kur e dim që në 2025 për neve buxheti i Republikës të Kosovës për zgjedhje është dëmtu gati 16.1 milion. Sa herë që Kosova shkon zgjedhje, shpenzon 8 deri në 10 milion mesatarja e këmbimit dhe qarkullimit financiar, duke mos kursy as kur nuk kemi pas buxhet, e lëre më tash që e kanë të plot. Ajo që dëmton më së shumti buxhetin nuk është edhe ajo që shkohet në zgjedhje, çka është jo serioziteti institucional dhe jo dëshira për të qeverisë dhe jo dëshira për të bërë një ligj, një rregullore, një formë të tërheqen investitor ose të rregullohet tregu ekonomik, se tashmë edhe investitorë të huaj nuk e kanë më piknisjen të rinë apo të vinë dhe të investojnë në Kosovë, sepse skena politike tashmë kemi të bëjmë me një kameleon lider që sa herë ti nevojitet ndrimi i ngjyrës, ai mund ta ndrën edhe fjalën, kështu që ajo që mu nuk më ka çuditur, ne kam thënë edhe nga kjo studio në 2026 në pranverë do të kemi zgjedhje, sepse ngopja e tij institucionale nuk është mbi ngopjen e punës, sepse ky nuk e ka dert, a është pensioni 120 euro, nuk e ka dert në kardiologji që i mungojnë stendat, nuk e ka dert që në spitalin e kancerit mungojnë gjanat elementare, dhe nuk e ka dert që ikin 40.000 qytetarë dhe kemi një recesion të tmerrshëm të tregut dhe të ekonomisë. Ajo që më shqetëson më së shumti është që tashmë qytetarët nuk kanë një shpresë ndaj këtyre institucioneve dhe ajo që është e minimizuar është që ju kisha lutur që këto para ose këtë buxhet që po e shpenzojnë për zgjedhje ta kishin dërgu për penzione të pleqërisë, sot penzioni do të ishte 170 euro. Të paktën ata të moshuarit do t'i gëzonin edhe ata, po ky nuk e ka këtë problem. Tashmë kemi një luftë gladiatorësh të liderëve të konsumuar politikisht, dhe çka mundemi të themi është që i lutem qytetarëve ta kuptojnë që kemi të bëjmë me një mashtrim dhe jo një dëshirë për mirëqenien e tyre. Po vlerësoni që Kurthi është duke e çuar Kosovën në zgjedhje? Por realisht, përderisa unë nuk kam vullnet dhe e pash sot intervistën e këtij lideri, unë nuk një popull, një qeverisje që nuk ngopet me 51%, nuk do të ngopet as në 80%. Domethënë e kam thënë edhe një herë, ky nuk mund të jeton pa kriza, nuk mund të jeton pa një konkurrencë direkte dhe nuk mund të jeton nga një leadership. Këtë nuk e ngop të rriten pensionet me 300 euro. Këtë nuk e ngop rritja ekonomike.